Topin brava tek portieri Cyrus Margono. Topi tek Mevlan Zeka. Zeka provon të asistoj, por nuk i zgabon në pasimin e tij. Mos portieri i tyre Margono në degazhime dhe nga goditjet e kundërshtarëve vjen një e tillë nga Hysén Memolla. Ka topin në duar Margono dhe Malishevën. Margono. Mirë topi ti tek Tumbardoku. Yll Hoxha ka mundësin. Arkimi ti shkon drejt shtyllës së dytë në duart e Margonos. Një arkim tani drejt Altin Morlakut, intervenon Hysén Memolla. Ish lojtari Ignatias së fundmi Memolla, lojtar me emër në kampionatin e Shqipërisë. Mjaft mirë i bën ballonës. Vjen krosimin nga Hoxha, Margono e ka topin e tij. Susuri. Bukur lëvizja ti Susuri me këtë goditje drejt. Ndërhyrje e ashpër aty, nuk ka faul. Vjen arkimi i tij, Margono jo i sigurt. Shpoton skuadra e Dugagjinit. Shumë edhe një tani den Hysén Memolla. Topi para drejt Mevlan Zekës, ka dal Margono.